Qarkullimi në aksin Librasht-Qaftan është bllokuar plotësisht pas rrëshqitjes së një masivi dheu dhe gurësh. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Dragostunj, ku masivi me dhe shkëmbinj ka zënë gjithë gjerësinë e rrugës, duke e bërë të pamundur kalimin e mjeteve nga të dy anët. Shërbimet e policisë rrugore ndodhen në zonë dhe bashkë me firmën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve po punojnë për pastrimin në një kohë sa më të shpejtë të aksit rrugor me qëllim fillimin e lëvizjes së automjeteve. Por ndërkohë, të gjithë ata që duan të udhëtojnë në drejtim të Korçës dhe Anasjeltas duhet të shmangin lëvizjen deri në njoftimin e dytë për hapjen e rrugës. Bllokimi i këtij aksi ka sjellë rradhë të gjata të makinave, në mesin e të cilave ishte edhe një ambulancë e cila po transportonte një pacient të sëmurë. Gruaja po dërgohej drejt spitalit Elbasanit, ndërsa stafi mjekësor ka ndërhyrë duke nxjerrë me barel nga ambulanca dhe duke e kaluar në anën tjetër të rrugës përmes lumit pranë aksit, për të vazhduar transportin dhe për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Shkaki i rrëshqitjes së dherave besohet se janë bërë punimet për hapjen e rrugës së re drejt juglindjes në pjesën e sipërme të aksit aktual kombëtar.